I akuzuari Lorik Jashari lirohet nga akuza për veprën penale shpërlarje paras. Publikisht merr dhe shpall këtë aktgjykim. Aktgjykimi ndaj Lorik Jashari me shënime personale si shkresat lëndës, Kadri Mustafa dhe Naman Paculli. I akuzuari Lorik Jashari lirohet nga akuza për veprën penale shpërlarje paras, sepse nuk është vërtetuar se ka kryer veprën penale të pasrimit paras. Refuzohet akt akuza për Lorik Jashari dhe Kadri Mustafa për veprën penale të krimit të organizuar, pas ricilësimit të kësaj vepre penale, dhe atë për vepra penale bazë apo të ndërlidhura, veprën penale 249, shmangje gatatimi, paragrafi 1 e 2 i Kodit Penal për Koshën Kosovës, dhe veprën penale të ricilësuar të keqpërdorim të autorizimeve në ekonomi, gjithashtu refuzohet akt akuza ndaj Kadri Mustafa dhe Naman Paculli për pikën 6 të aktit akuzues, për veprën penale shmangje gatatimi nga neni 249 paragrafi 1 dhe veprën penale keqpërdorim i autorizimeve në ekonomi të ricilësuar nga shkak të vjetërsimit absolut të ndjekjes penale për këto vepra penale. Lirohen asetet e sekuestruara sipas urdhit të gjyqtarit të procedurës paraprake